Edhe këtë vit shkollor, nxënësit e Tiranës do ta zhvillojnë mësimin me turne. 71 shkollat e mesme dhe nëntëvjeçare të kryeqytetit nuk përballojnë dot fluksin e madh të nxënësve që rritet çdo vit. Në mungesë të ndërtimit të shkollave të reja apo ambienteve shtesë, zgjidhja e vetme për drejtuesit e arsimit është thirrja e mësimit deri në orët e pasdites. Pak ditë para nisjes së shkollës, drejtoresha e Drejtorisë Arsimore të Tiranës deklaron se këtë vit do të ulet mbi ngarkesa e nxënësve në klasa, duke shtuar paralelet. Klasa do të jenë të sistemuara me nga 30 e pak nxënës, do të jenë të gjithë në kushte komode për të bërë procesin mësimor në mënyrë që edhe ora e mësimit të jetë efektive, të jetë cilësore. Kjo përpjekje po bëhet edhe për gjimnazet, regjistrimi vazhdon akoma, që do të thotë fluksi i kërkesave për të arsimuar në qytetin e Tiranës vazhdon të jetë po aq i madh sa çka qenë vitet e kaluara, edhe kjo pastaj është arsyeja pse arsimi do të vazhdojë akoma me 2 turne, pra shkolla do të vazhdojë mësimin ende në Tiranë me 2 turne. Kryeqytetit i duhen të paktën 10 shkolla të reja që rreth 90.000 nxënës të zhvillojnë mësimin normalisht në orët e paradites. Drejtori i shkollës nëntëvjeçare Fanoli, një nga më të lakmuarat në kryeqytet, tregon se këtë vit është përballur me një fluks të madh kërkesash. Në pamundësi për t'i kthyer mbrapsht, ai ka vendosur që nxënësit e fillores mësimin ta zhvillojnë pasdite dhe më të rriturit paradita. Fluksi është i madh dhe shkolla është po ajo. Gjatë këtij viti ne shtuam një klasë të parë, nga 4 bën 5 klasë të parë në mënyrë që të ruajmë numrin sa më optimal të nxënësve për klasat e para. Duhet ndërhyet patjetër pranë shkollës për sa i përket shtimit të ambienteve. Nuk dihet se dhe sa vjet do t'i duhen Tiranës për të plotësuar kushtet e nxënësve për një mësim normal dhe pa turne. Ndërkohë drejtuesit e arsimit deklarojnë se këtë vit nuk ka probleme me shpërndarjen e teksteve. Në 15 shtator të gjithë nxënësit do të jenë të pajisur me libra. Këtë vit shkollor nisin procesin mësimor rreth 600.000 nxënës në të gjithë vendin, ku 37.000 janë fëmijë të klasave të para.